Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin edhe për ditën e sotme. Do të flasim për një temë shumë të bukur, shumë interesante, me që ishim në fakt në muajin e festave, në muajin nëntor. Do të flasim konkretisht për vlerën dhe rolin apo rëndësinë që kanë festat e nëntorit në mërgatën shqiptare dhe njëkohësisht do të ndalemi në kultivimin e gjuhës shqipe, në dashurinë dhe mallin për vendlindjen. Kemi nderin dhe kënaqësinë që për të trajtuar një temë të tillë të kemi imamin e nderuar kryetari i Këshillit të Ulemave të kantonit të Cyrit dhe njëkohësisht antar në kryesinë e komunitetit musliman të Zvicrës, Hoxh Bashkim Aliu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, ju faleminderoj për ftesën, po ashtu po edhe shfrytëzoj që nga rasti që t'ju uroj edhe juve festën e 28 nëntorit, por edhe gjithë teleshikuesve. Faleminderit shumë, faleminderit që gjithmonë na nderoni në emisionin tonë. Të flasim fillimisht për festat e nëntorit në Mërgat, konkretisht në vendin ku ju e ushtroni veprimtarinë tuaj. Pra si ishin festat e nëntorit? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, spari pra më lejoni që ju përshëndes gjithëve, përshëndetje ngrohtë Islam, selamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Normalisht unë do të thotë punoj dhe veproj në Cyri të Zvicrës dhe aty ne si shqiptar jemi të organizuar edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar. Xhamit tona faktikisht janë shndruar në simbole të mbrojtjes së identitetit fetar, kombëtar, por në të njëjtën kohë edhe të promovimit të integrimit si rrugë efektive e kontributit shoqëror që mund ta japim në shoqëritë ku jetojmë. Në muajin nëntor, pra është muaji, mund të themi, i shqiptarëve, kështu simbolikisht, për shkak se ka dy festa të rëndësishme, festa e alfabetit, pra 22 nëntori, dhe festa e flamurit 28 nëntori. Në muajin nëntor, tash flas për atë që kemi kompetencë për xhamit tona, edhe si antari kryesisë së komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, ne jemi në aksion dhe jemi të aktivizuar maksimalisht që të bëjmë shënimin e këtyre dy festave. Për shkak se lidhen me gjuhën tonë, lidhen me historinë tonë, lidhen me pavarësinë e Shqipërisë dhe në të njëjtën kohë shëndrimit të shqiptarëve në faktor të rëndësishëm në atë kohë kur u shpall pavarësia, që edhe fuqitë e mëdha ti trajtojnë pra si palë e jo si qytetar të ndonjë vendi tjetër të nështruar, ndaj siç ka qenë për shembull mbretëria sërba apo perandoritë tjera kështu me radhë. Shqiptarët kanë fituar një subjektivitet në atë kohë me shpalljen e pavarësisë dhe kanë filluar të bisedojnë veç më edhe për Shqipërinë që pranohet nga fuqitë e mëdha të asaj kohe. Marr parasysh rëndësinë e këtyre festave për popullin tonë, ne normalisht se jemi jashtëzakonisht të përkushtuar që të bëjmë shënimin e tyre. Bëhet shënimi këtyre dy festave në mënyra të ndryshme dhe mund të them se nuk ka xhami konkretisht në Zvicër, po besoj edhe në Europë dhe në Perëndim gjithandaj që në muajin nëntor nuk ka ndonjë aktivitet të vetin për shënimin e këtyre dy festave. Kjo sa u përket xhamive, pra çdo xhami në formën e vet i shënon këto dy festa, ndërkaq po ashtu edhe organizata ombrellë e cila i përfshin xhamit shqiptare në Zvicër dhe që i përfaqëson faktikisht komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, edhe ai ka aktivitetet e veta që tregon për një do të thotë laramani aktivitetesh në muajin nëntor që bie në sy realisht edhe nga opinioni i atjeshëm dhe ata e kuptojnë se festa muaji nëntor është muaji i festave të shqiptarëve. Dhe nga aspekti tjetër do të thotë shënimi i këtyre dy festave dhe nga xhamit tregon për orientimin e imamëve shqiptar në Mërgat, të cilët pra kanë një mision fetar dhe kombëtar në të njëjtën kohë, njëjtë siç kanë bërë edhe rilindasit, që kanë bashkuar fen edhe kombin. Do të thotë Naimi, Samiu, Recep Voka, po ashtu Hasan Tahsini e kështu me radhë dhe të gjithë tjerët pra, këta kur është dashur të jetë çështja kombëtare kanë qenë aty, kur është dashur të jetë çështja fetare kanë qenë aty. Figura e Haxhive Bidibrës, i cili qëndron krah
në krah të Ismail Qemalit me rastin e shpalljes së pavarësisë është një shembull tipik në këtë drejtim, pra edhe këtë rol e kanë edhe imamët tonë të nderuar në diasporë, të cilët pra edhe për fe, edhe për kombë dhe në të njëjtën kohë edhe për integrim. Po. Megjithatë të flasim pak për dashurinë ndaj dheut, për shqiptarët të cilët nuk jetojnë, domethënë në vendin e tyre apo në vend lindje. Sa duhet dheu nga mërgata, nga mërgimi? Po shikoni, do thotë shpari, çështja e dashurisë ndaj vendlindjes është e lidhur edhe me koncepte fetare. Tash si, ne si musliman besojmë se njeriu i parë, në fakt, pra, është Ademi a.s. dhe gruaja e tij, dhe njeriu i parë, Ademi a.s. është i krijuar prej dheut, prej tokës. E kështu besojmë. Kjo do të thotë se përmes këtij nocioni fetar, në një mënyrë njeriu lidhet me tokën dhe e don tokën ku ka lind këtë rast. Asnjëri prej nesh atë që e përmendim i huaj nuk është në këtë tokë, se prej tokës ne jemi, prej tokës ushqehemi dhe tokës i kthehemi edhe kur vdesim realisht. Po nocioni i krijimit të njeriut prej toke e lidh njeriu me tokën ku ka lindur. Ky është do të thotë një koncept shumë i rëndësishëm. Mërgata shqiptare është shumë e lidhur me vendlindjen. Veçanërisht tash kur edhe mjetet e komunikimit janë pra më të qasshme realisht, edhe kur çdo ditë mund live ta shohësh vendlindjen tënde, ta ndjekësh në forma të ndryshme, i sheh do të thotë në Zvicër, po edhe në Gjermani dhe në vise tjera do të thotë shqiptarët se bile e tregon një shenjë, më spaku në telefon e ka çdo njëri e ka shqiponjën. Do të thotë në atë mburojën e telefonit e ka shqiponjën. Si zakonisht kur janë festat i sheh me shallat të lidhur me atë, kur luajnë ndeshje futbollistike, si zakonisht i sheh do të thotë me veshjet të ndryshme që tregojnë identitetin kombëtar e kështu me radhë, do të thotë janë të lidhur dhe pikërisht shënimi kaq masovik i këtyre festave nga ana e xhamive dhe pjesëmarrja e xhamatit në këto festa flet se ata janë të lidhur me vendlindjen. Vizita e xhamive në të njëjtën kohë pra, dërgimi i fëmijëve që të mësojnë në xhami është një tregues i lidhjes edhe me vendlindjen, se shikoni tash mund thuash pse kjo ndodhen kështu. Keni parasysh se atje Tazan mundet dikush shumë ma afër ta ketë një xhami turke ose arabe. Mirë po, ai bën kilometra ma tepër dhe shkon te xhamia shqiptare e dërgon fëmijën që të mësoj. Kjo tregon se ai e don gjuhën shqipe, ai dëshiron që fëmiu i tij ta mësoj islamin, po ta mësoj në gjuhën shqipe. Të njoftohet me shqiptar e shumë me radhë, me thonë të ketë edhe atje një jetë ashtu që u arikujton me një fjalë pra vendlindjen. Bile edhe në shumë xhami tash se normalisht xhamit në mërgat nuk janë thjesht vetëm një faltore, kështu të themi. Nuk është vetëm një faltore, është një objekt i cili ka edhe shumë hapësira tjera. Ka kafeteri, ka restorant, ka bibliotek, ka hapësirë për fëmijët për të luajtur, ka hapësirë për të rinjt për të luajtur e kështu me radhë. Tash në shumë xhamia kanë filluar t'i bëjnë edhe odën e bëjnë. Odën tradicionale shqiptare me ulse poshtë, jo me ulse kështu alla franga që i themin e tash, me flamuj, me qilima ashtu tradicional shqiptare që i kanë bajnë ma herët, do thotë në këtë formë. Kështu që gjithë kjo tregon për dashurin ndaj adheut dhe lidhjen me vendlindjen që e kanë vazhdimisht. Gjithashtu një element tjetër shumë i rëndësishëm është edhe gjuha shqipe. Cili është roli i prindërve në këtë drejtim, pra sa kultivohet gjuha shqipe, sa u mësoni gjeneratave të reja, fëmijëve, kur kemi parasysh edhe atë sfidën që ka të bëjë me gjuhët e huaja edhe të rinjët fëmijët. Po shikoni tash, kjo që tha gjuhë shumë e sakt. E para njëherë ne nuk mund t'i ikim kohës në të, do me thonë, sfidave të kohës në të cilën jetojmë. Rrethanave, kërkesave të kohës. Tash ne dëshirat janë diçka tjetër, por nevojat dhe kërkesat janë diçka tjetër. Dhe është evidente se tash jemi këtu në një garë të madhe për ta mbrojtur gjuhën shqipe, sepse sfidohemi jo vetëm nga, për shembull, tek ne gjermanishtëja,
por sfidohemi edhe nga anglishtja, për shkak të biznesit, për shkak të punës. Edhe ai fëmiu thotë se unë kam perspektivë nëse mësoj anglishten, ose gjermanishten. Ndërkaq thot me gjuhën shqipe unë vetëm si shqiptar e mësoj, por biznesen gjëra ende nuk janë të hapura horizonte të reja. Ashtu që këtu përgjithësia u bie edhe institucioneve spari shtetit shqiptar, Shqipërisë, pastaj edhe të Kosovës, po nuk i amnestojmë edhe institucionet atë se janë mundësi edhe të Maqedonisë së Veriut, për shkak se edhe këtu shqiptarët që janë në qeveri, edhe duhet të bëhet në këtë drejtim shumë që tua bëjmë, do të thotë, interesante dhe tërheqëse të rive të shqiptarë në Mërgat, që ta mësojnë më tepër gjuhën shqipe, që edhe të përfitojnë në një formë prej asaj, përmes punës, lidhje me vendindjen e kështu me radhë. Pra dhe në këtë drejtim duhet bëhet shumë. E tash, prindërit normalisht se mundohen, do të thotë, që fëmijët të dërgojnë në mësimin plotësues të gjuhës shqipe, atje ka të hapura, do të thotë, janë shkolla shqipe, që është jo obligative në atë kuptim, po pas mësimit, do të thotë pas kryerjes së mësimit, ata të cilët janë të interesuar i dërgojnë fëmijët një orë, 2 orë kështu me radhë, tash varet, janë të reguluar ato sipas orareve të shkollës përkatëse, ku e mësojnë gjuhën shqipe, pra si në formë të kurseve. Kjo është njëri aspekt. Aspekti tjetër dhe shumë më intenziv i mësimit të gjuhës shqipe janë xhamiit. Xhamiit pse? Për shkak se e para në xhami flitet shqip. Do të thotë prej kur hyn të dere xhamis, edhe shakat, edhe bisedat, edhe çdo gjë bëhet në gjuhën shqipe. Për shembull, televizioni, kanalet televizive si zakonisht që janë, do të them, kafeteri ose në restorant të xhamis, në gjuhën shqipe janë. Nuk janë ndonjë gjuhë tjetër, që ti edhe nëse nuk don, ti do ta dëgjosh gjuhën shqipe. Kjo është tjetra, pastaj ligjëratat ende imamët tonë të nderuar, pra e mbajnë në gjuhën shqipe, ligjëratën para të xhumas, edhe pse për çështjen e ligjëratës që i themi ne hutbe, pra ligjëratës kryesore të xhumas që mbahet në minber, aty tash varësisht prej vendit mbahet edhe në gjuhën e vendit, sepse ka edhe jo shqiptar që vijnë falen, pastaj normalisht se duhet edhe t'u japish mundësi t'u tregosh se jemi të integruar atje, se nuk mund të zëm që të është në Zvicër dhe asnjë fjalë mos thuhet gjermanisht, se nuk dihet se çka flitet faktikisht. Në këtë drejtim pra xhamia e luan rolin e vet. Fëmijët që dërgohen në mektep, që mësojnë tek hoxhallarët tonë të nderuar, atje vazhdojnë tradita si këtu, do të thonë si në vendinjë që mësojnë në mektep, edhe atje mësojnë në mektep, e tash aty deri para do kohë krejt ka qenë në gjuhën shqipe, por tash ka, do të thotë, është në dy gjuhë, si rezultati asaj që të kuptojnë, sepse nuk e kuptojnë bashkë gjuhën shqipe ashtu, do të thotë për shpjegime siç ka qenë deri më tash, edhe kanë nevojë edhe në gjuhën e vendit tu drejtohemi. Por megjithatë, gjuha shqipe vazhdon të jetë pjesë e pandashme e procesit mësimor, si dhe pjesë e pandashme e zhvillimit të jetës fetare dhe arsimit dhe edukimit fetar në për xhamit tona. Dhe xhamit tona realisht edhe emrat i kanë ashtu, do me thonë xhamia shqiptare, që do të thotë se nuk do të thotë se tjerët nuk mund të falen në atë xhami, por e mban atë primat historia, ajo është histori, se këtë xhami e kanë themeluar shqiptarët. E kur jemi këtu te xhamit, cili është roli dhe rëndësia që kanë xhamit në manifestimet e ndryshme kombëtare, për shembull për festën e 28 nëntorit? E përmendet pak në fillim të emisionit. Po. Shikoni, do të thotë tash nëse ma detajisht shkojmë këtë çështje, festa e alfabetit, festa e 28 nëntorit dhe po ashtu edhe 17 shkurtit, dita e pavarësisë së Kosovës, janë data kyçe në agjendat e xhamive. Dhe këtu me këtë rast xhamit organizojnë, do të thotë, manifestime të ndryshme, duke filluar nga tribuna për çështje të historisë, për çështje kombëtare kështu me radhë, manifestime me pika të ndryshme, do të thotë aty ka interpretim të ilahijeve, interpretim të këngëve patriotike, këngë me çifteli e kështu me radhë. Këto manifestime mbahen në përsallat të mëdha, se jo në objektin e xhamisë brenda në faltore, mbahen në përsallë ose eventualisht në restorantin e xhamisë. Pastaj ka edhe
organizohen shfaqje me një fjalë nga fëmijët që mësojnë në mektep, mund të themi një mini drama ashtu për x gjëra të ndryshme që kanë të bëjnë me historinë tonë kombëtare. Organizohen mbrëmje me poezi, do të thotë nga ana e fëmijëve, po ashtu. Si dhe shumë pika tjera artistike që lidhen me këto gjëra. Pastaj ne, do të thotë komuniteti musliman shqiptar në Zvicër këtë vit organizoi edhe simpozium me rastin e festave të nëntorit, për rolin fetar dhe kombëtar, po ashtu edhe integrues të xhamive në Perëndim, ku pas studiues edhe nga troja shqiptare, po edhe nga Evropa morën pjesë në këtë simpozium. Xhamit në këtë drejtim janë, do të thotë, shumë aktive. Fëmijët veshen me veshje kombëtare, pastaj kur vjen muaji nëntor realisht edhe mësimi në mektebe zhvillohet në atë mënyrë që lehet një hapësirë në çdo javë që fëmijëve diçka tu ofrohet edhe nga historia kombëtare. Si për shembull, u ofrohen disa vizatime dhe ata duhet të ngjyrosin me kuq e zi. Ose organizohen kuize për shembull, nxirren disa foto të disa personalitete dhe ata t'i gjejnë se kush është ki. Ose emrat përzihen edhe ai ta vënë emrin te figura e duhur. Himni u mësohet edhe e intonojnë himnin kombëtar, pastaj poezi, do me thënë, interpretojnë, recitojnë poezi, kështu me radhë. Pra, krejt këto janë forma se si zhvillohet këto aktivitete nga ana e xhamive dhe realisht unë isha, do të thotë, edhe para se të vi këndej ditën e diell kam qenë në xhamia e Regensdorfit, aty organizoi një manifestim shumë bukur për 28 nëntorin në sallën e një shkolle dhe aty morën pjesë pra edhe përfaqësues të ambasadave, edhe të Maqedonisë Veriut, edhe të Kosovës, intelektual qerë, xhamatlin, edhe kishte një laramani faktikisht programesh, edhe me këngë patriotike kombëtare, edhe me recitime, me poezi, edhe me pika tjera, e kështu me radhë, pra ligjërues kishin thirrë prej Shqipërie, për shembull, që mbajti një publicist nga Shqipëria, mbajti ligjërat shumë të mirë rreth çështjes kombëtare, rolit të hoxhallarëve do të thotë historikisht në çështjen kombëtare, kështu me radhë. Pra këto janë format se si zhvillohen këto aktivitete. Mund të them me plot kuptimin e fjalës se nuk ka xhami që nuk e shënon. Të bile me një mbrëmje, me një darkë me xhamatin, me një bisede, do me thonë për këto çështje, pra nuk ka xhami që nuk i shënon festat kombëtare në Mërgat. Të flasim kur jemi këtu te çështja e aktiviteteve dhe për një simpozium të mbajtur më 16 nëntor që kishte të bëjë me rolin e xhamive në çështjet kombëtare, fetare, integruese. Po ky është simpoziumi i parë që ka organizuar komuniteti musliman shqiptar në Zvicër dhe realisht është, mund të them, nga organizatat tona shqiptare islame atje, është e para që organizoj një simpozium të këtij me karakter ndërkombëtarisht, pra, për shkak se morën pjesë ligjërues edhe nga vendlindja, po edhe nga Europa. Ky simpozium synonte që ta dokumentoj në fakt rolin e xhamive tona në Mërgat, rolin e imamëve tonë po ashtu në promovimin e vlerave fetare, kombëtare dhe integruese në shoqëritë perëndimore. Po ashtu fokus u vu edhe në rolin e femrës shqiptare muslimane në Perëndim, rolin e xhamive në shoqëritë atje faktikisht ku jetojmë, çka është kontributi i tyre, roli i hoxhallarëve tonë të nderuar në edukimin e brezave të rinj, si në aspektin fetar, po ashtu edhe në aspektin kombëtar dhe atë integrues. Rolin e imamëve dhe të xhamive në kultivimin e gjuhës shqipe, me fakte, me argumente, pra, u fol për këto aspekte në atë simpozium. Ka pasur tema nga më të ndryshme, për shembull, unë ta tregoj kumtesa ime ka qenë për veprimtarinë botuese të xhamive shqiptare në Zvicër konkretisht. Dhe aty, pra, e dokumentova se xhamit tona kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribut në promovimin e fjalës shqipe, librit shqip në Mërgat. Dhe nga gjurmimet që kemi bërë, nga analizat tona ka dalë faktikisht se mbi 90 tituj
mbi 90 tituj, janë të botuara nga xhamit shqiptare të Zvicrës. Dhe këtu ka libra shumë kapitale, për shembull, libri i filozofit Gazaliu Ihya Ulumuddin, Ringjallja e shkencave fetare, libri i Ibn Kathirit, tefsiri, komenti i Kur'anit në 8 pjesë, si dhe shumë libra tjerë, bile disa libra janë botuar deri në 8.000 dhe 10.000 ekzemplar. Vetëm xhamia unë do të thot ku shërbejati në Cyri, në lagjen e Sebaut në Cyri, vetëm ajo ka mbi 40 tituj të botuar dhe vazhdon akoma të botojë, që do të thotë se xhamit në këtë drejtim u dokumentua se xhamit tona reflektojnë vlera të pakontestueshme, si dhe janë të përkushtuara në kultivimin e vlerave fetare dhe kombëtare në të njëjtën kohë. Dhe këtë kemi dokumentuar, do të thotë, me fakte, se këto janë fakte, librin shqip ne kemi promovuar. Edhe atë nuk është vetëm librat fetar, ka edhe libra me poezi, ka edhe libra nga historia kombëtare, e kështu me radhë. Do të thotë, në krejt këto aspekte xhamit e kanë bërë. Ky simpozium faktikisht këtë e kishte për qëllim. Dhe i arriti qëllimit, do të thotë që ta dokumentoj rolin, kontributin dhe punën që janë duke bërë imamët shqiptarë në Mërgat dhe xhamit, po ashtu bashkë me këshillat e xhamive, kryesitë e xhamive dhe xhamatet, normalisht se pa xhamat nuk bëhen punët, në drejtim të avansimit edhe të gjuhës shqipe, po edhe të mbrojtjes së identitetit kombëtar në të njëjtën kohë, dhe me plot të drejtë mund të themi se xhamit tona janë shndruar në fortifikatat e pamposhtura të mbrojtjes së identitetit fetar, kombëtar dhe në të njëjtën kohë edhe promovimit të vlerave integruese në shoqëritë perëndimore. Hoxh i nderuar, faleminderit shumë që na nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Ju mirpresim sërish kur të jeni në radhën tjetër në vendlindje. Faleminderit. Ju falenderoj edhe unë juve, në emrin tim dhe në emër të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Faleminderit. Dhe nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës dhe tema për sot. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.